njëri që do m'ja dalë në dunja, me pas sukses, me dalë për situatave ndryshme, se po flasë që m'ja dalë, jo veç në kriza, po edhe në përpjekja tona me konë të suksesshme, ja dalë kur nuk mirësh me fjallët njerëzve. Njerëzit s'mundesh me i knaqë. Me konë njëri që, dhe me thonë, vepran në bazë të fjallëve të njerëzve, kur s'mundesh me bu mirë. Pse? Pse dhe minimu këti, kjo thot, e pse për një mënë. A i tjetër thot, e pse këti jo, e pse këti po. Kur njerëzë hatë zbonë. Na duhet me marrë nga njerëzë këshilla, dashamir kemi, ki njerë që ta duhet miren, ki njerë që dojnë me të dhëzu, po, pranej e këshillën. Kërsa dikush nuk u dash me ja bo qështut, po dojnë me ja bo qështut, e o dashamir, ti e merë për ti këshillën, normal. Mi po fjallët e njerëzë përgjësi, kur s'nalëhën. Pejgamberi alayhi salatu wasallam njëherë ka kërku nga shokët e tij me dhon kontribut, me përgatit një ushtri me dal në prit armikut, se është lajmëruar se një ushtri e madhe po niset ka Medinaja me sulmu pejgamberin alayhi salatu wasallam. Normal ka kërku kontribut për shokëve e tij me nimu, edhe ata s'kan për të heq me nimu. Po kërri kanë pas punë më mirë, kërri kanë pas punë më leksh që shka arë puna. E pejgamberi alayhi salatu wasallam ka nejt ullën xhami, edhe ka arë njëri, ka arë tjetëri, dikur ka dhonoj të ku me latë, vallaj pas që të hurë me i kam të shpia, që të meri dikush për ushtarë është e hanë udhës, qa që ka pas? Dikush ka pru dukat, dikush ka pru tesha, qa kam pas, kam pru, apë. Ndërsa do njerëz që në konë munafika, hipokrit, dyftyrsha, ata që do lullë me ftyra, apo, ju në ullë në qashë që atje dikun, edhe veç të këshyrë që apo bojë filoni që apo festiku. Kur ka pru dikush pak, kanë thonë, që kishe, unë e përnimaj me dy hurë me afta. Pa i që ka pasin nga ratë, ama ata kanë folë gjithë. Kur ka pru dikush shumë, që ka thonë për ta, mirë, kjo pak që pru njës për të knaqë, e kjo shumë për të knaqë, edhe kjo shumë se ka knaqë. Pse? Ka në që kishe, unë e kam shumë e përnimaj shumë. Kush qyrë që ka pru ata ratë që më bo, pëtën. Dhe ka njerë të ndërvëndës që qyrë që ja bëjsh e ratë zbo, të folë për ty keqë. Ta në gjetë një fjallë, diqka fletë për ty, mos u merë me njerës. Meru me njetin tënë, meru me sinceritetin tënë, meru me punën tonë, a është punë e mirë, kjo, a punë regull, a dënë zëti këtë punë, që të bëne? Që kjo më rëndësi, njerëzit, kur s'mosh me knaqë. Imam Shafiu Rahimullah ka thonë, knatësia e njerëzve është qëllim i parrithshëm. I parrithshëm është. Cili njëri ka ardhë e krejt një në kontrazi për ta,